Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Do të jemi sot së bashku për të diskutuar rreth një tjetër teme në lidhje me historinë e lashtë dhe me lidhjen dhe kulturat që kemi pasur mes banorëve të hershëm të zonës së sotme të Italisë dhe Ballkanit të sotëm. Cilat janë ato lidhje dhe çfarë na bën të mendojmë që ka qenë dikur i njëjti popull në lartësi midis zonave të shumta të Evropës, por po flasim kësaj radhe të Gadishullit Apenin dhe Ballkanit. Për të diskutuar për këtë temë, ne kemi ftuar studiosin e pavarur, zotin Herald Banushi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Herald në këtë emision. Përshëndetje zoti Aristotel. Faleminderit për ftesën e juaj. Po. Atëherë mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe dhe ne pa humbur kohë do fillojmë me temën. Kemi përgatitur disa pyetje për ju, për të cilat do të flasim sot për të bërë lidhjen midis popullsive të lashta të Gadishullit Apenin dhe Ballkanik. Cilat janë këto lidhje dhe pse mendojmë se popullsia që e njëjtë dhe kishim të njëjtën shkrim dhe të njëjtën të folur. Herald, ju keni sjell imazhe me të mbishkrimeve mesapike nga Pulja, ku dallohet qartë emri Theotor. Pse ky emër konsiderohet çelësi që lidh ilirët e Ballkanit me mesapët e Italisë, pasi dihet që në Itali janë shumë fise të cilat kanë një kulturë të ngjashme me sapët, ndër më kryesor, por ka edhe japigët, siçelët, sardët e kështu me radhë. Por do të fillojmë me këtë pyetje. Atëherë fjala është për ju nderuar. Po, faleminderit. Dihet historikisht se shumë fise ilire u shkputën nga Gadishulli ilirik, siç quhet, deri në vitin 1800, pastaj për arsye që si dim akoma u shndrua bo emri Gadishulli Ballkanik, emigruan nga zona jonë që Shqipëria, sotshme drejt Gadishullit. Më fal që të ndërpres, Apenin. Por ne nuk duhet të bazohemi në historitë që na kanë treguar këto kohë të fundit, pasi ne nuk mund të pretendojmë dhe nuk mund të dimë që janë shkëputur këtej dhe kanë vajtur andej, por me siguri mund të dimë që popullsia e kudo gjendur ishte e njëjta në gjithë lindjen e mesme, në gjithë pellgun evropian, dhe ne tash do të bëjmë lidhjen e kësaj popullsie që ka qenë aty për qindra mijëra vjet në Itali me pjesën tjetër të Ballkanit. Kjo na intereson të mësojmë. Faktikisht është rreth kjo që thomi zoti Aristotel, por dihet që gjithë mesdheu ka qenë mbizotruar nga shumë fisë ilire që ne nuk i dim mirë me cilat ishin, se janë më shumë se ato që përmend historia. Por pika ky që janë mesapët, sepse mesapët kanë ruajtur dhe alfabetin dhe gjuhën ilire që na lidh shumë me ne shqiptarë që jemi trashëgimtarë e ilirëve. E tregon vetë fakti sepse në Shqipëri gjendet një vend që quhet Mesapik dhe mesapët e Italisë. Kemi mbishkrimin Theotor që ngjan një emër, por faktikisht nuk është një emër, është një anagram ezoterike që mund ta përkthejmë vetëm fal gjuhës shqipe. Domethënë Zoti është dritë. Theo, po ta marrim fjalën, e kanë edhe grekët, vjen nga fjala thën, nga folja thën. The. Zoti është dritë. Zoti është dritë. Po. Kjo është ndërhyrja e parë që na lidh me disa nga fragmentet që mesapët na kanë dhënë nëpër mbishkrime ose ngdhendur në gur ose nëpër afresk. Po. Atëherë kemi dhe mbishkrime të tjera, të cilat ne kemi vëzhguar, ato që na keni dërguar juve do t'ja u tregojmë edhe në ekran tash për të gjithë shikuesit. Shfaqen sekuenca Ana Afrodita, si shpjegohet që përmes shqipes kjo lidhje midis emrit të hyjnisë dhe konceptit të dritës apo agimit, Afrodita? Po, në mesapisht është shkruar Anaprudita, që është ende më shqip. Anaprudita, na është Prudita. Është ende më shqip se sa emri Afrodita, dhe
po të marrim latinisht, është planeti, Venus. Afrodita është Venus, që është planeti i ylli i parë që shohim Agipin. Është ylli i parë, i drita e parë që shohim në prag të Agipit. Pra është ylli që po na njofton po vjen në dita. Po. Ndërkohë që studiuesit zyrtar shpesh e quajnë mesapishten një gjuhë të vdekur, si mundet që rokjet e saj të zbërthejnë kaq natyrshëm vetëm përmes dialekteve të gjalla të gjuhës shqipe? Po, ky është një gabim shumë i madh i akademikëve të sotshëm, sepse këtë gabim kanë bërë edhe me etruskishtën. Nuk kanë marrë Shqipen, një rokshit tonë shqiptare, sidomos greke, për të zbërthyer këtë gjuhë. Pak studiues kanë arritur ta bëjnë këtë gjë dhe ata kanë pasur rezultate shumë të forta dhe të mirëfilluara për si dëshminë që këto gjuhë nuk janë të vdekura, por kanë qenë një vazhdimsi e lirishtës dhe e vetmja gjuhë që ka ruajtur lirishtën sot janë dy, shqipja dhe dialekti i sabëve që quhet arvareshu. Por më e pastër, më e kulluara është shqipja. Ky është një gabim institucional. Po. Atëherë, është normale që ju e thatë edhe pak më përpara që kodi thetantor është ai që gjuha shqipe i përdor në rokjet zanafillore, që duket sikur nuk ka ndryshuar prej qindra e mijëra vjetësh. A mund të na shpjegoni edhe një herë lidhjen midis foljes the me thën dhe emrit të ashtu quajtur grek për zotin Theos, sepse grekët zotit i thon Theos. Por në fakt ju e thatë pak më parë që the është ai që thot, themi, ai që flet pra, dhe është njësohet me thënjet e ndriçuara ose thënjet e Zotit. Pra, si mund ta ndriçoni pak më shumë në këtë drejtim? Po, këto studime burojnë që nga viti 1900 me filologun tonë më të madh që ka qenë Giuseppe Catapano, kur shkruajti librin e tij Thoti Plisë Shqip. Po. Por për të marrë një ndim tjetër, e kemi akoma ungjillin e Gjonit 1. Fjala ishte pranë Zotit dhe Zoti dhe fjala ishte Perëndia, pra fjala, thoti, ne kemi, po ta zëvendësojmë fjalën me foljen the, thot, ose the, siç e thash, del që është Zoti, Perëndia. Kështu që simas ligjit të universit, nga fjala krijohet materia, nga fjala krijohet bota. Po. Dhe ky është vetëm një shpjegim që ne mund t'i japim, që grekët e kanë mbajtur, por edhe ne kemi mbajtur, se ne themi Zot. Po, në fakt është histori tjetër, se grek janë bërë 200 vjet përpara, se deri para 200 vjetësh ishin njësoj si ne, por megjithatë vazhdo në sqarimin tuaj se por edhe shqipja e ruan se Zot është Zot, po të marrim grektën Zot, Z është akoma më e fortë, se the Zot, zëri, Zot. Shqipëria e Mesme për shembull, zona Durrësit, thojnë e ke zonin e bukur. Kështu që po të rikthehemi, ndalim po tek embryomorfemat, por te një rrokshe të Shqipës. Po mirë, në një nga imazhet e tjera që na keni dërguar, bëhet fjalë për një paralelizëm midis hieroglifeve dhe fjalës Tora. A është ky një ligj tjetër i universit që ruhet në traditën tonë dhe si lidhet me konceptin e rregullit hyjnor? Po, ky është ligji i bazë, ky është ligji numër 1 i universit, që për arsye materialiste, shkenca e sotshme e ka mbuluar siç ka anashkaluar edhe gjuhën tonë shqipe. Sepse çdo gjë, sipas ezoterizmit, sipas studiuesve shkencës hyjnore, lind nga drita. Tora quhej drita,
që ne kemi fjalën akoma sot në Shqip, e tëra, që vjen nga eteri, dhe para e vitit 1800, eteri konsiderohej si përcjellësi i dritës. Kjo teori pastaj u zëvendësua nga teoria e relativitetit, nga Einsteini, por i malli i tezëve u quan nga më teoria e relativitetit e Einsteinit është një lyps i varfër me një vellë të kuqe që hiqet si mbret. Po. Kjo është jam një intervistë. Po. Kjo është arsyeja që humbëm të pasuri minore që na kishin treguar më parë. Kemi dhe fjalën tan i tan që shpreh gjithësinë, Po, është një gjë. Tërësinë. A është kjo arsyeja pse në gjuhët latine tanto apo tuto nuk e shpjegojnë dot unitetin aq mirë sa tanësia, siç e shpjegon shqipja? Po. Tan është e njëjta gjë e tërës dhe fatmirësisht për fatin tonë, si italishtja dhe latinishtja dhe greqishtja nuk janë në gjendje të shpjegojnë etimologjinë e fjalëve të tyre, të arsyetojnë prearjen e fjalëve të tyre sepse janë gjuhë teknike që kanë mozuar një rrofshet shqiptare o ilirishte më mirë, themi. Dhe tan vjen nga shqipja që do të thonë tanto, që do të thonë shumë, gjithçka, krejtësisht. Mund ta përdorim si sinonimi i fjalës tër. Pra, ka një lidhje shumë të fortë me zgjuhës shqipe. Ka një lidhje shumë. Po mirë. Është një dëshmi shumë e madhe. Shumë mirë. Atëherë, filozofia e dritës dhe universi është një tjetër temë të cilën dua të ngacmojmë çik Erald. Po. Dihet që tekstet që keni sjell juve në ato shkrimet tuaja thonë që Zoti është dritë. Nëse e pranojmë këtë, a mundet të themi se shqipja është në fakt një gjuhë teknike që përshkruan fizikën e dritës dhe jo thjesht një mjet komunikimi? Po, shumë e drejtë si pyetje, gjuha nuk është vetëm një gjuhë teknike, por është një gjuhë ezoterike. Dhe do t'i vi dita që do të studiohet nga gjithë fushët e ezoterizmit, për shembull masoneria, dhe të ndryshme të ezoterizmit, kanë filluar ta përdorin gjuhën shqipe sepse kanë arritur ta kuptojnë që shumë fjalë s'përthehen vetëm në gjuhën shqipe. Është vetëm arsye durimi dhe kohë. Çdo gjë do rrotullohet dhe shkon në origjinën e saj. Sakt. Mirë, në Ungjillin e Gjonit thuhet në fillim ishte fjala. Sipas studimeve tuaja, është kjo një fjalë, fjala the e njëjta me dritën që mban universin në këmbë? Po, sakt. Është e njëjta gjë që po dëgjojmë edhe mitologjinë e lashtë. Fatkeqësisht e quhet mitologjia greke, si Zeusi, si Thoti, si fjala Zot ose Theo, lind nga njëjta gjë sepse, domethënë, fjalë ishte pranë Perëndis, fjala ishte Zoti, që domethënë zëri, frekuenca, vala që krijoi lëkundin dritën e parë, është krijuesi i materjes, i materialit i lëndës. Pa këto frekuencë, pa këto valë, nuk krijohet asgjë. Po, në lidhje me muret antike, me muret poligonale dhe me këto që tham, a janë këto një provë materiale e kësaj njohurie që përdorte rezonancën dhe ligjet e dritës, njohuri që ne sot i quajmë mister? Po, është një provë shumë e madhe sepse çdo lëndë, çdo element, çdo substancë e materjes ka ritmin e saj të veçantë. Që është një fazë e dritës, është materializimi i dritës. Dhe thot din resonancën
ose ritmin e lëndës ose material, ne mund të grejmë këtë lloj lëndë ose këtë material pafund. Kjo bëhet me anë ritmit që krijon drita, sepse nga dielli vjen energjia pozitive dhe shndrohet në tokë me ngarkesë negative. Pastaj kjo energji negative rikthehet në diell dhe kur këto dy është një cikël pafund, kur këto dy energji përplasen me njëra tjetrën në një krijon frekuenca, krijohet ajo që quhet resonanca, dhe ne duke kapur këto dy energji, ti magazinojmë në një lëndë, mund të krijojmë lëndë pafund, dhe kjo është një arsye se si kanë arritur, sipas mendimit tim, krijojnë piramidat ose burët ciklopike që quhen në lashësi, masoneria që dhe muret Pelasgi, po të flasim qartë, sepse u mlidhe rëra e Saras, rëra e shkretirës, u bashkonte në kuba dhe me këtë frekuencë, me këtë resonancë, me këtë ritëm, krijoshin bllokët mëdhenj, buri, dhe s'kishe hapësirë ndaj tyre në skalonas teoretike. Po, nëse këto kode qindra mijëra vjeçare të vjetra ruhen kaq mirë te ne te gjuha shqipe, çfarë do të thotë kjo për historinë e sotme që thuhet ndryshe? Si mendoni? Kjo do të thotë që ne kemi dorë shelsin e grijimit, kemi dorë shelsin e botës, sepse çdo gjë botës për të thënë fjalë shqipes, enigmat ezoterike, shqiptarët, nëse të hyjnë studimeve, do të dalin parë në fushën ezoterike dhe do jemi një nga pishtarët më të mëdhenj që ruan kjo fushë. Por e dim shumë mirë sepse elita botërore dhe fqinjet tanë bëjnë çmos që këto gjëra mos dalin, sepse në radhë parë bie falsiteti i tyre, bie historia së juar e tyre, dhe nuk duan që për dalin kryesor figura e shqiptarit, siç e ka pasur dhe i madhi Maksim Zotaj, ka shumë elita që bashkëpunojnë me njëra tjetrën kundër shqiptarisë. Atëre, mendoni se kanë rëndësi këto fakte dhe përmes këtij emisioni, përmes kësaj studio, a mendoni se është më e rëndësishme të zgjohen në mendjet e njerëzve këto fakte, cila është rëndësia e këtij zgjimi? Po, ka shumë rëndësi, sidomos ana e shqiptarëve që të marrin të zgjojnë nën vetdinë e tyre, dhe nëse ne do të kemi ndjeni se çfarë mjeti kemi në dorë, do të kemi çdo gjë, pastaj më shumë të thjesht do të kemi dyert të hapur, sepse vetëm me dituri mundet çdo gjë. Po. Atëre, kjo është arsye sepse na mohojnë. Le të sqarojmë dhe të tregojmë për disa foto që na ke dërguar. Kemi një foto këtu që lexon Viator, do na ndihmoj dhe regjia. Çfarë do të thotë kjo? Mund ta sqarosh pak kjo foto me gërma latine, Viator, qui legis e tjera. Pra, këtë fotografi kam bërë kur isha në Frankfurt, në një katedrale, kjo katedrale më e madhe e Frankfurtit. Po të marrim historinë, Gjermania ka qenë nën sundimin e perandorisë së shenjtë romake deri në shekullin e 17, dhe është Viator che legis luce selectissima coniugem, dhe më thënë ulla e dritës, që është ligji i shenjtë e përzgjedhur, dhe po të arrim për të thënë në atë që thash përpara, që Tor ishte drita e shenjtë që përdoren në lashtësi në fushën ezoterike, dhe ishin mesazhe ezoterike për pak njerëz të përzgjedhur, sepse në lashtësi njerëz që dishin shkrimi këndimi ishin vetëm prifërit pagan që merreshin me ezoterizëm. Po. Atëherë kemi edhe një foto tjetër, është një njeri me dy gjarprinj mbi kokë,
që i varen deri në fund të trupit dhe një grua me një shpatë në dorë. Çfarë nën kuptim ka kjo? Ky është një freskë i gjendur në Pompej të Italisë, që është konservuar shumë mirë, dhe është një mesazh tjetër ezoterik. Është, po ta përkthejmë del për shqip, është ka kator, ka dhe malu. Është pak lapçe ose çançe. Ka tor. Ku ka tor, ku ka dritë të shenjtë, ka dhe malu, mlu, që ka errësirë. Ku ka dritë të shenjtë, ka dhe errësirë, që është dualizmi në ezoterizëm, ose taoizmi, që e bardha, e zeza, mashkulli, femra, dita, nata, kështu që edhe pse në italisht. Atëre, kemi një tjetër foto këtu, e cila na sjell disa mbishkrime të cilat unë nuk di t'i sqaroj, po ju mbase me studimet që i keni bërë, mbase na i sqaroni çfarë do të thotë ky mbishkrim që është në një pjatë të thyer apo në një gjysmë pjate, dhe janë këto gërmat latine këtu, gërmat e alfabetit latin. Po, ky është një tjetër mbishkrim mesat, që po ta përkthejmë del po shqip, do më thënë, Anafrodita është hënë që rrias. Do më thënë, është hëna në rritje, hëna që rritet. E dim shumë mirë sepse hëna ka ciklin e saj, është hëna në sose dhe hëna në rritje, dhe e shpjegon shumë mirë që Anafrodita është hëna që rritet, sepse kur është hëna në rritje, në bujqësi, që dhe mos përdoret për mbjelljen e farave, për bimët, energjia e tora që po flisnim më parë është shumë më e pastë dhe shumë më e fuqishme se sa kur është hëna në sosje. Po. Është dhe burimi i jetës ku për shembull cikli i flokëve, i gjakut, ripërtariet, pastrohet më shpejt, thojnë të rritën më shpejt. Ky është shpjegimi i saj. Atëre, i nderuar Erald, në përfundim të kësaj interviste, do doja të pyesja edhe një herë përfundimisht si e mendoni këtë lidhje midis mbishkrimeve mesapike dhe shqipes sotme. Çfarë do na thuash, një përmbledhje në lidhje me këtë? Shiko, Zoti Aristotel, kjo është një pasuri në thojza UNESCO që e kemi në shqiptar në dorë, por deri tani nuk po dim ta mbajmë. Sepse po të hyjmë fushës e ezoterizmit në shqiptar, sidomos atë që po them më parë, kemi çelësin e hyjnis. Me anë të këtyre përkthimeve mund jo vetëm të tregojmë rastësinë e popullit tonë, por mund të shpjegojmë shumë terma ose fjalë që përdoren në fushën e ezoterizmit që as vetë ata që merren në këtë fushë nuk ja dinë kuptimin e vërtetë. Për shembull, fjala shumë e thjeshtë që përdoret në ezoterizëm është fjala pater mater. Që do të thonë ati dhe nana, është shqip 100%, thuhet që e ka përre nga sanskritishtja, por është shqip 100%. Pa ter, pa errësirë që është drita, ma ter, mban errësirë që është nata. Mashkulli dhe femra, energjia pozitive, energjia negative. I bëj një thirrje shqiptarëve se kam parë shumë shqiptarë që në rrjetet sociale kanë filluar të interesohen për mitologjinë, për historinë, për rastësinë e Shqipës. Kjo është një gjë shumë e mirë që ne po bëjmë, sepse duhet vepruar vetëm në këtë mënyrë, por keni kujdes, sepse këto gjëra nuk zbërthehen me amendësi, zbërthehen vetëm kur ke një çelës që është fusha ezoterike. Giuseppe Katapano ka studiuar rreth 40 vjet para se të shkruante librin Thoti Fis të Shqip. Ne tash nuk mund pretendojmë pam dy fjalë në rrjetet sociale dhe të bëhemi studius të lashtësisë.
Është e qartë, Herald, që këto shekujt e fundit është një luftë e pandërprerë ndaj lidhjeve të gjuhës shqipe me lashtësinë, deformimi i historisë që është bërë në mënyrë të vazhdueshme, dhe kjo ka sjell edhe këto mangësi që kemi tani në mosnjohje të kodeve të vjetra, të cilat do na ndriçonin më tepër dhe do na zhvillonin ne si njerëz. Por ja që asgjë nuk është rastësore, kemi këto lloj zhvillimesh ku kulmojnë në ditët e sotme me zhvillimet që të gjithë po i shikojmë, me mënyra qeverisje jo të gabuara, po qëllimisht dashakeqëse ndaj një jete normale, sidomos të njerëzve në Shqipëri, të paktën flasim për atë që njohim, ku nuk diskutohet historia që po manipulohet dhe po deformohet, por është dhe jeta e njerëzve e cila është jo cilësore dhe lë shumë për dëshiruar. Kështu që këto ka një lidhje me sa shoh me njëra tjetrën, por ndoshta do t'i sqaroj në një emision tjetër. Kështu që unë të falenderoj për këtë intervistë të shkurtër që ishim bashkë dhe ndoshta do t'jemi për sqaruar dhe elementa apo fakte e dokumenta të tjera. Faleminderit për mikpritjen. Okay. Ishte kënaqësi për mua që mora pjesë në emisionin e juaj dhe është detyrë çdo shqiptari që të ndriçohet, zhvillojë nënvedinë e tij dhe të kuptojë origjinën tonë. Sigurisht. Historia dhe të kontribuojë në mënyrën e vet për historinë e Shqipërisë. Njohja e historisë së kombit, njohja e vetes është një detyrë primare për çdo njeri, nuk është thjesht momenti që hajtë të jetojmë dhe të kalojmë jetën bukur e qetë, por është një sfidë njohja e së vërtetës. Mirë, këtu dashur miq do ta mbyllim. Falenderojmë studiosin Herald Banushi që ishte sot me ne. Por do t'ju falenderoj dhe ju që na ndiqni vazhdimisht dhe jeni këtu duke na përcjell në emisionet tona. Do të shihemi me siguri në emisionet e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe mirëpafshim.